Filmi historik shqiptar Liria vdekje i prodhuar nga Kinostudio Shqipëria e Re më 1979 rikthehet në cilësinë 4K. Filmi me skenar të Vath Korreshit, regjisor Ibrahim Muçaj dhe Kristaq Mitro dhe muzikë të Kujtim Laros është simboli i rezistencës për liri dhe pavarësi. Shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ku ndan një sekuencë nga ky film i restauruar në Arkivin Qendror Shtetëror të filmit. Ky film është një vepër monumentale kinemas shqiptare që sjell në ekran heroizmin e Çerçistopullit dhe luftën e mashkullorës, simboli i rezistencës për liri dhe pavarësi. Ky film i restauruar do t'i flas brezave të rinj, të kinemas dhe publikut të gjerë, duke përcjell fuqinë e kujtesës son historike, shkruan Rama. Filmi Liria vdekje shfaqet sot 27 shtator, i restauruar për publikun në natën e fundit të Tirana International Film Festival. Aktorët Timo Floko, Kadri Roshi, Reshat Arbana me anë të roleve përcollën tek publiku fatet e jetuara të heronjve. Çdo sken është një gur në monumentin e kujtesës kombëtare, një përkujtim i gjallë se liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak, me sakrificë dhe me guxim të përjetshëm. Restaurimi u realizua nga negativet origjinal dhe u skanua në 4K nga Arkivi Qendror Shtetëror i filmit dhe laboratori Augustos Color në Rom. Liria vdekje nuk është vetëm një titull filmi, është kujtesa shqiptare për figurat historike të rilindjes dhe të luftës për pavarësi dhe besimin në idealin e lirisë dhe sakrificës.